Qyteti i Elbasanit ka nisur zyrtarisht procedurat për shpalljen e kandidaturës si qyteti evropian i sportit për vitin 2027. Pak ditë më parë është mbajtur edhe një konferencë online mes përfaqësuesve të Bashkisë së Elbasanit, klubit shumë sportësh dhe përfaqësuesit të rrjetit prestigjioz Access Europe, i cili jep edhe dritën jeshile për shpalljen si qytet evropian. Në lidhje me këtë iniciativë, drejtori i klubit shumë sportësh Mirandi Backa thekson se qyteti i Elbasanit ka infrastrukturën e nevojshme për qenë përfitues i këtij projekti. Kemi nderin t'ju informojmë se Bashkia e Qytetit të Elbasanit, me mbështetjen e plot të kryetarit të bashkisë, zotit Diden Lladja, në parim është dakord për të qenë qyteti ynë kandidat si qyteti evropian i sportit 2027. Kjo me iniciativën e presidentit Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, zotit Fidel Ylli, nëpërmjet një shoqate ndërkombëtare, AKES, e cila është shoqata e kryeqyteteve dhe qyteteve të sportit në Evropë, me partnerë të fuqishëm si të Komitetit Evropian, dhe kjo vjen pas eksperiencës të 4 edicionet ose qytetet të tjera përpara Elbasanit. Jemi tashmë në fazën e parë, duke përgatitur të gjithë dokumentacionin duhur, pas disa komunikimeve tona me telefon dhe me email, kemi konkluduar me një Zoom të përbashkët me përfaqësuesit e konsulentët e shoqatës përkatëse evropiane, dhe tashi jemi duke përgatitur për të pasqyruar materialin në Këshillin Bashkiak të qytetit të Elbasanit për t'i dhënë rrugë formalizimit që duhet për zhvillimin sa më mirë të këtij aktiviteti. Alisa Gjyra, koordinatore, flet për aktivitetet që do të mbahen gjatë 2026-s me synimin për t'i paraprirë vitit 2027. Atëherë këtë vit ne mirpresim shumë aktivitete ndërkombëtare në pallatin tonë të sportit. Në qershor do ta nisim me kampionatin ballkanik të ping-pongut, do të vazhdojmë me kampionatin ballkanik të judos, gjithashtu në muajin gusht ne mirpresim një kampionat shumë të madh evropian në peshëngritje. Synimi ynë është që në vitin 2027 këto aktivitete të shumë fishojmë, duke konsoliduar qytetin e Elbasanit si një qendër të rëndësishme sportive. Elbasani është qyteti 5 që pretendon të bëhet qyteti evropian i sportit në vendin tonë, pas Tiranës, Shkodrës, Vlorës dhe Korçës.